Forumi ekonomik ndërkombëtar u mbajt për herë të parë në Shqipëri, ku mori pjesë edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili dha një sinjal të fortë mbështetje për Shqipërinë, e sidomos për integrimin në Bashkimin Evropian, që sipas tij mund të ndodhë brenda 2 viteve. Këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri, sepse keni udhëheqje të fortë. Nuk flas vetëm sepse Edi është miku im, por sepse ka sjellë rezultate. Në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka mandat të qartë, do të jem pjesë e BE-s. Të jeni të sigurt që ne si Europë do të japim rezultate dhe mbështetje. Presidenti Macron propozoi një strategji për zhvillimin ekonomik në Europë bazuar në 3 fusha që duhet të kenë prioritet për investime. Europa duhet të investojë në mbrojtje, teknologjinë e gjelbër dhe inteligjencën artificiale. Këto 3 fusha do të kërkojnë shumë më tepër investime publike dhe private. Na duhen financime të përbashkëta. Me krizën në Ukrainë u ekspozuan kostot. Pyetja është, a do të bëhemi një fuqi e gjelbër e aftë? Përgjigjja është po. Por kjo është një fazë e re e rrugëtimit evropian. Duhet të shmangim luftën e brendshme në Europë. Edhe për kryeministrin Rama ka ardhur koha që për Europën të çelet një epokë e re. Kur dëgjova presidentin e Shteteve të Bashkuara të fliste për një epokë të artë, ndjesia ime ishte që në fakt një epokë e artë mund të çelet edhe për Evropën. Gjithçka do të varet nga sa shpejt do të mendojmë jashtë kornizës dhe të veprojmë e kuptojmë që në këtë botë çdo kusht tjetër po bën të pamendueshmen. Edhe Evropa mund dhe duhet të mendojë të bëjë të pamendueshmen. Ndër të tjera, në fjalimin e tij, kreu i qeverisë shqiptare nuk i fshehu përpjekjet për të tërhequr sa më shumë investitorë të huaj, duke u treguar peshën që tashmë ka Shqipëria në Europë. We are here today to try and convey the message that Jemi këtu që të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë. E mira e Shqipërisë është që ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. Ne jemi partner të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por edhe të bekuar se kemi partneritet edhe me Emiratet, Arabinë Saudite dhe shtete të tjera. Po përpiqemi të mësojmë nga realitetet të ndryshme dhe të bëjmë maksimumin që të nxjerrim më të mirën prej tyre. Një zëri, liderët deklaruan se Europa duhet të sigurojë stabilitet nga pasojat që ka shkaktuar Rusia dhe politika tarifore të administratës së presidentit Trump. And while Their Excellencies